Shënon rritje vdekja e shkaktuar nga dhuna në Maqedoni. Kështu flasin të dhënat më të reja të Entit Shtetror për Statistikë. Në vitin 2015 ka pasur 4,2% më shumë raste të vdekjes nga dhuna krahasuar me një vit më parë dhe ky numër arrin në 513. Sociologët shprehen se jeta dinamike në të cilën jetojmë dhe pamundësia e një pjese e qytetarëve për të socializuar në këtë shoqëri rezulton me veprime vetvrasëse dhe vrasëse. Shpëtimin e vetëm për gjendjes të rëndë edhe sociale dhe emocionale dhe psikologjike pikërisht e gjen në hapin ose veprimin që të merë jetën personale ose jetën individuale. Madje 31% e rasteve të vdekjes nga dhuna janë regjistruar të fëmijët në moshën 14 vjeçe. Psikologët të cilët punojnë në ambasadën e fëmijëve me gjashtë shprehen se prindrit në të shumtën e rasteve vendosin të ngrenë dorë mbi fëmijët e tyre për të tentuar që t'i shpëtojnë nga realiteti i hidhur, por edhe për shkak të çrregullimeve psiqike. Në Republikën e Maqedonisë, varfëria ende është pengesa më e madhe për realizimin e të drejtave të fëmijëve. Prandaj prindi në këtë mënyrë tenton ta shpëtojë fëmijën e vet nga gjendja reale ose e paramenduar e hidhur që i pret më tutje. Sipas strukturës, madje 72,1% e të vdekurve nga dhuna në Maqedoni janë burra. Ekspertët këshillojnë që në rast se vërehen çrregullime psikike të një personi caktuar, të sigurohet me kohë trajtimi përkatës me qëllim që të evitohen pasojat fatale.